kullu nafsin dhaikatul maut, thumma ilejna turjaun. Çdo krijesë gjallësisë do ta shijojë vdekjen dhe kthimi juaj është tek Allahu subhanahu wa taala. Mendo o njeri, se sado që të jetosh, një ditë do të vdesësh dhe do të shkosh në takim me krijuesin e gjithësisë, atë që të krijoi, atë që të përsosi. Andaj, puno vepra të mira në këtë botë, por lë mbrapa edhe trashëgimtar të hallalit, që kur ata të bëjnë vepra të mira, edhe ti ta kesh më të lehtë ditën e llogarisë. Andaj, kur të dalësh para krijuesit, të dalësh faqebardh, me vepra të shumta të mira, në mënyrë që të hysh në mëshirën e Rahmanit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Përgatitu në ato momente kur të vjen melekul maut, melekja e vdekjes, dhe t'ua marrë shpirtin dhe me lejen e Allahut të shkoni në kopshtet e bukura, në xhenetet e bukura. Allah na merr shpirtin me dinë e iman dhe na mundson me lënë veprat mira në këtë botë dhe në botën tjetër të kemi një vend të mirë në xhenetet e tua të bukura.